Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar një diskutim, një dinamik që po bëhet në rrjetet sociale, por edhe brenda shtëpisë. A e shpëtoi Selina nga zarfi i zi Mirin natën e mbrëmshme? Tani, nata e mbrëmshme ishte një natë me një debat shumë të nxehtë në kuzhinë. Në fakt nuk e di se çfarë ka Artani, është zjarr fare, zjarr domethënë, nuk ndalon. Dhe natën e mbrëmshme kishte një diskutim me Mirin që të dy dëshironin që të hedhin bukën. Miri betoheshte në kokën e vajzës që do ta bënte një veprim të tillë dhe normalisht nëse ti do të bësh veprime të këtilla që të gjuash bukën në tokë, të hedhësh ushqimin në mbeturina me kastile për të mos ngrënë tjetri, normalisht që brenda asaj shtëpie do të mrinte një zarfizi. Por, a do ta ndalonte ky zarfizi televotimin? Nuk është gjithmonë, domethënë. Nëse vllau i madh dëshiron që njëri nga këto dy banor ta heqë nga shtëpia, edhe pse ja ka vënë pikën, me patjetër që nuk e ndalon. Tani, kutja e Pandorës u anulua, nuk ma merr mendja që në këtë pikë të lojës vllau i madh ta anulon dhe këtë televotim pa marrë parasysh se çfarë të ndodhen brenda asaj shtëpie. Mund të dënoheshte Miri, mund të dënoheshte Artani, mund të përfshiheshin banorët në televotim, por e gjitha kjo do të ndodhte pasi njëri nga banorët do të largoheshte nga shtëpia mes Brikenës edhe Gimbos. Përfshirja e Selinës në këtë debat, realisht e kam parë disa herë, doja që ta studioj mirë. Mu duk një përfshirje vetëm sa për të rënë në sy që ja unë përfshiva. Okej, unë e mirë kuptoj, është banore brenda shtëpisë, dëshiron të jetë në qendër të vëmendjes, është shumë e rëndësishme që Selin të përfshihet në debate me Mirin, sepse e ka pa që Miri është shumë i përfolur dhe Selina dëshiron të jetë në për të gjitha dimensionet në prime. Ajo ka hyrë në Big Brother për të shkuar në finale dhe është duke përdorur çdo kartë të mundshme që të arrijë drejt finales. Por mendoj që natën e mbrëmshme, me reagimin që bëri, që doli në fakt mbrojti Tanin, nuk është se i foli Mirit në i gjë, nuk është se i tha Mirit në i gjë, por u përfshi në diskutimin e tyre, sepse në atë pjesë ishte dhe Rogerti dhe Juela, por ato më së shumti e nxisnin debatin, nuk është që e mbronin. Selina i dha publikut një fytyrë tjetër që publiku tashmë dyshon në ndjenjat dhe në marrëdhënien e saj me Gimbon. Unë e di që Selin nuk e ka bërë këtë gjën për të poshtëruar Gimbon, po edhe sikur të lejonte që të mbrinte zarfi i zi, Gimbon nuk shpëton dot, por as Brikena nuk shpëton dot. Njëri sonte me patjetër do të lërë shtëpinë, e them edhe një herë. Por çfarë ka në këtë mes? Veprimi i Selinës i dha Mirit ndoshta më shumë arsye që Miri të mendon që Selina vërtet konsideron një respekt të veçantë për të, sepse Miri nuk reagoi, Miri as nuk e ktheu kokën që të shikon Selinën. Domethënë Miri ka qëndruar konstant, edhe pse grindeshte me Artanin, ai qëndronte konstant, por Selin i dha material Rogerti, që Rogerti sot të thotë që Selina është gruaja jote në lojë dhe Selin dëshiron që të ketë më së shumti fokusin me ty dhe shikoj që kjo gjëja e fuqizon Mirin. Miri është shumë i qetë, nuk e ka penguar fare çiftin, domethënë Selina dhe Gimbo sot po shijojnë momentet e tyre sepse Selin e ndjen që Gimbo do del dhe tani Miri po është duke planifikuar nga dita e nesërme se çfarë lojë do të luan me Selinën. Si e shikoni ju këtë ngjarje? Unë mendoj që Selin nuk e ka shpëtuar nga zarfi i zi sepse vllau i madh është i prerë në vendimin e tij, derisa nuk e anuloi televotimin në momentin që doli Greta nga shtëpia, nuk do ta anulonte edhe për një veprim të tillë. Dua të marr mendimin tuaj.